Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah sonunda da muayene zatim. Zatimet tek cuma Arabiyan 3. Yani elif, vavi ve ye. İzcasin zanort u, i, e. Kur këto të punë shfaqet para për me kurse e liti dhe ja të mëslim kur përshen. Zanorës i, shëndrimi zanorës i në e apo në a të gjatë. Shikoni, vije e liti para sa vije në shkruaj me fetha. E kemi kana, lejadin, muhanan, wow, edhe kjo zëtim kur zanorja e shfaqet para wow. Najati, salate, zakaten. Kemi zanorën e kur zanorja e shfaqet para jes. Kemi ja para sa vije fetha apo e. Takwa, ahda, dhikra. Kemi këtë lipin e vogël, kur kë e lip i vogël shfaqet në mbi shkronja ose pas zanorës e. Për shembull, Maliki, Selamun, Hadihi. Ky lip i vogël e luan rolin e njëjtë 100% të këtij lipi të madh që kemi këtu. Pra, luan rolin dhe funksionin e njëjtë. Vazhdojmë. Kemi këtu fjalët si shembull që ta kuptojmë më mirë. Gjaa, hajatu. Pra, shikoni si ka këtu e lipi i gjatë zgjatues në këtë formë dhe në këtë formë e lipi i vogël, porse të dy të luajnë rolin e njëjtë. Ukhra, yasla, annaha, sinwanin, basatiru. Pra, kur të na vije mbi elif ky zgjatim në këtë formë si veto, këtë e zgjasim 4 ose 5 tonë. Pra, basatiru, awa. Shikoni këtu kemi hamzën, hamza e, kemi lipin zgjatues, që do më thonë kjo hamza zgjatet sa 2 tone. Nuk themi awa, po awa, ayatina, unta, jannatun, manata. Pra, sonte i patëm të zgjatime, vazhdojmë orën e ardhshme me shndrimin e zanorës i në të gjatë. وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.